Dashi. Sot ambicia juaj do përshkoj kulmen dhe do jeni të gatshëm të rishikoni çdo projekt të nisur më parë për t'i përmirësuar rezultatet. Në një lidhje, nëse tregojeni realist dhe shmangni pritshmëritë e pamundura, dita do shënoj përmirësime të dukshme në harmoni dhe besim të ndërsjellë. Kur partneri ju propozon diçka të re, pritni me shqetësimin lart, sepse ai dëshiron të sjellë freski në marrëdhënie dhe ka nevojë për mbështetje. Beqarët do kenë takime interesante, por askush nuk do përmbush pritshmëritë maksimale për një lidhje serioze. Në punë, pavarësisht vështirësive, nuk do dorëzoheni kurrë dhe do kërkoni zgjidhje inovative. Financat mund të tronditen për shkak të shpenzimeve të papritura, ndaj ndiqni buxhetin me kujdes. Demi. Sot do përballeni me vështirësi të vendimeve për shkak të pasigurisë dhe shpesh do ndiheni të frikësuar nga pasojat e çdo hapi. Në një lidhje, edhe nëse tundimi për gjëra të reja mund të jetë i fuqishëm, do qëndroni të besnik atij që keni në krah dhe do reflektoni thellë para çdo lëvizjeje. Emocionet do jenë intensive dhe kënaqësitë shpirtërore do përforcohen gjatë gjithë ditës. Beqarët do përjetojnë takime mbreslënëse që do ua ndryshojnë jetën përgjithmonë dhe do rikthejnë buzëqeshjen e munguar. Në punë, me qetësi dhe organizim, do konkretizoni planet e paracaktuara dhe do punoni me metoda të provuara. Financat do jenë të ndjeshme sepse shpenzimet impulsive për të qetësuar ankthin mund t'i rëndojnë xhepat. Binjakë. Dita e sotme mund të duket e mjegull dhe e paqartë në çdo aspekt, prandaj mos veproni pa u konsultuar me njerëzit që ju inspirojnë më shumë. Në një lidhje do ndiheni të pasigurt për hapat që duhet të hidhni dhe do shmangni vendime të nxituara për të ruajtur ekuilibrin emocional. Beqarët duhet të mos nxitohen për asnjë ofertë romantike, sepse çdo marrëdhënie ka nevojë për kohë për t'u verifikuar. Në punë, qartësia parakush për çdo sukses. Prisni, analizoni alternativat dhe konsultohuni me kolegët e besuar para se të firmosni dokumente. Në planin financiar, përmirësimi i gjendjes do vijë fal ndihmës së disa të afërmve që ofrojnë mbështetje praktike dhe këshilla të dobishme. Gaforia. Sot dita do jetë e qetë dhe e mbushur me qetësi mendore që do ju lejojë të zgjidhni mosmarrëveshjet e dhëna me reflektim dhe durim. Në një lidhje do keni mundësinë të bëni plane afatgjata me partnerin, të ndani synimet dhe ëndrat pa tensione të panevojshme. Beqarët, megjithse nuk do ndihen gati për t'i hyrë lojëzëjoshjeve, mund të shfrytëzojnë rastet për të ndërtuar vetbesim dhe për të gjetur frymëzim të ri. Në punë do ecni me hapa të matshëm, duke programuar çdo detaj përpara se të veproni. Strategjia do jetë çelësi i suksesit. Në planin financiar, sfidat do jenë të shumta, ndaj kërkoni ndihmë nga specialistët për të parandaluar krizat e mundshme. Luani. Sot duhet të hapni zemrën dhe mendjen për eksperienca të reja, sepse vetëm përmes ndryshimit mund të arrini kënaqësinë maksimale. Në një lidhje, ndryshimi i sjelljes me partnerin dhe qartësia e komunikimit do forcojnë lidhjen dhe do sjellin një dinamikë të freskët në çift. Beqarët do përjetojnë sukses në dashuri, pasi karizma juaj natyrore do të tërheqë vëmendjen dhe do sjellë ulje ngritje emocionale pozitive. Në punë, me pak përpjekje shtesë, do arrini rezultate të dëshiruara dhe mund të realizoni objektivat strategjike. Financat mund të pësojnë luhatje të vogla për shkak të shpenzimeve të papritura, por me planifikim të kujdesshëm situata stabilizohet shpejt. Virgjëresha. Hëna sot do ndikojnë negativisht, duke ju bërë më të pasigurt dhe të ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Mësoni të thoni jo për të ruajtur pavarësinë dhe integritetin tuaj. Në një lidhje, përballeni me debate të moderuara dhe matni fjalët për të shmangur konflikte të thella. Diplomacia do jetë armë e fuqishme. Beqarët duhet të marrin çdo gjë me qetësi, pa ngutje, sepse çdo lidhje ka nevojë për kohë për t'u konsoliduar. Në punë, aftësitë tuaja do dallohet kur zgjidhni situata të komplikuara me logjikë dhe qartësi. Në planin financiar, shpenzimet e pakujdesshme mund të dobësojnë bilancin, prandaj menaxhoni buxhetin me maturi. Dëshorja. Plutoni do shkaktoj tension dhe nervozizëm, duke e vështirësuar qëndrueshmërinë tuaj emocionale. Përpiquni të ruani ekuilibrin duke shmangur debatet e kota. Në një lidhje, mos e lini tensionin të ndërhyjë në komunikim. Gjetja e kompromisit do ndihmojë të ruani harmoninë. Beqarët mund të përjetojnë humor të luhatshëm dhe joshin nga persona të ndryshëm, por sinqeriteti duhet të jetë udhëheqësi kryesor. Në punë do përpiqeni të arrini objektivat duke sakrifikuar momente lehtësie, por rezultatet mund të vonohen. Financat për shkak të shpenzimeve impulsive do kërkojnë kursime të rrethta dhe kontrolle të vazhdueshme për të ruajtur stabilitetin. Akrepi.
Saturni do ju bëjë të shpreheni më gjerë dhe të largpamur, duke e lehtësuar mirëkuptimin në çdo fushë të jetës. Në një lidhje, ditë pa konflikte do forcojë lidhjen me partnerin dhe emocionet do jenë të ngrohta pa tensione të panevojshme. Beqarët duhet ta mbajnë sytë hapur, sepse mund të takojnë personin e ëndrave në momentin më të papritur. Në punë, me vullnet të hekur, do vendosni standardet e larta dhe do arrini rezultatet që synoni. Financat do jenë të qëndrueshme dhe do ndjeni rehati që e kishit humbur kohët e fundit, duke pasur mundësi për investime të reja planifikuese. Shigjetari. Planetet do rrisin fuqinë tuaj analitike dhe do ju bëjnë më të qartë në qëndrime. Kjo ditë është ideale për të rivlerësuar strategjitë personale. Në një lidhje, ndarja e mendimeve dhe ndjenjave me partnerin do forcojë bashkëpunimin dhe do afrojë zemrat. Beqarët do kenë nevojë për durim, sepse çdo marrëdhënie e suksesshme lind pas një procesi njohjeje të kujdesshëm. Në punë, ambicia do ju shtyjë drejt realizimit të projekteve të mëdha dhe respektit të kolegëve. Financat, megjithëse delikate me planifikim realist dhe kursime të vogla, do fillojnë të përmirësohen gradualisht. Briciapi. Venusi dhe Mërkuri do mbështesin intuitën dhe largpamësinë tuaj, duke ju ndihmuar të merrni vendime të mençura në çdo fushë. Në një lidhje, hapja e sinqertë do pasurojë marrëdhënien dhe do minimizojë keqkuptimet. Beqarët duhet të shmangin impulsivitetin dhe të japin kohë për çdo marrëdhënie të re që synojnë. Në punë do qëndroni të përqendruar dhe të disiplinuar, duke treguar se meritat tuaja janë të vërteta. Financat do jenë me fat, duke ju lejuar të përballoni detyrime të vogla dhe të planifikoni kursime afatgjata për të ardhmen. Ujori. Sot serioziteti do jetë thelbësor dhe ndonse mund të duket se romantika humbet, fokusi tek zhvillimi personal do mjaftojë për të ruajtur ekuilibrin. Në një lidhje, komunikimi i hapur dhe i drejtë për drejtë do ndihmojë të kapërceni çdo krizë pa u ndjerë të sulmuar. Beqarët do përfshihen në projekte personale dhe nuk do kenë kohë për marrëdhënie, duke rezervuar dashurinë për më vonë. Në punë, përqendrimi maksimal dhe disiplinimi i kohës do sjellin rezultate mbreslënëse dhe vlerësim nga veprorët. Financat të menaxhuara me maturi do ju mundsojnë të kryeni investime të nevojshme pa frikë. Peshqit. Venusi i favorshëm do hap kanalet e ndjenjave dhe do ju bëjë më të gatshëm për të shprehur dashurinë pa rezervë. Në një lidhje do mësoni se lumturia buron nga harmonizimi i dëshirave dhe komunikimi i pandërprerë që eliminon çdo paqartësi. Beqarët duhet të kenë kujdes me ofertat romantike që duket e mira në sipërfaqe, sepse sinqeriteti i brendshëm është test kyç. Në punë do ndryshoni disi ritmin e zakonshëm drejt zbatimit më të shpejtë të ideve të reja. Financat kërkojnë analizë të hollësishme para çdo shpenzimi për të shmangur të nditjet e papritura.